Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Doktoresha hante supë çdo ditë për një javë, ja çfarë ndodhi në trup dhe në mendje. Një mjeke e specializuar në të ushqyerit dhe mjekësinë parandaluese vendosi të kuptojë më mirë vetitë shëruese të ushqimit përtej marrjes së thjeshtë të kalorive. Doktoresh Patricia Varacalo vendosi të vinte në provë supën duke përfshirë në dietën e saj të përditshme për një javë të tërë. Ajo shkroi se dëshironte të përjetonte vetë se çfarë do të bënte konsumimi i rregullt për mirëqenien e saj të përgjithshme. E kështu, ajo që filloi thjesht si kuriozitet profesional u shndërrua shpejt në një vështrim të plot të ndikimit të pabesueshëm të supës si në trup ashtu edhe në mendje. Doktoresha shqyrtoi literaturën shkencore të botuar nga pulmonologu Stephen Renard. Ekipi i tij kishte analizuar se si supa tradicionale e pulës ndikonte në migrimin e neutrofileve, që është një pjesë kyçe e përgjigjes imune inflamatore të trupit. Supa e pulës me sa duket kishte veti të buta antiinflamatore që mund të lehtësonin problemet e frymëmarrjes. Ky hulumtim dha prova bindëse shkencore që mbështesin atë që brezat e njerëzve kanë pretenduar çdo sezon gripi. Supa është mirë për shpirtin dhe me sa duket edhe për mushkëritë. Për eksperimentin e saj, doktoresha përgatiti një variant të supës së pulës së nënës së saj, e përbërë me karrota, qep, selino, hudhër dhe barishte të freskëta. Supa ishte dendur me lëndë ushqyese dhe plot me vitamina, si dhe minerale thelbësore dhe proteinat nga gjoksi i pulës, fibrat nga perimet dhe hidratimi nga lëngu, bëjnë një tri-efekt ushqyes që pak gjellë mund ta ofrojnë. Në ditën e tretë të regjimit të saj të supës, doktoresha pa një ndryshim të thellë në modelet e saj të ngrënit. Dëshirat e zakonshme të mesditës, që shumica prej nesh i dinë, ishin zhdukur plotësisht duke u zëvendësuar nga një sasi e qëndrueshme energjie për të gjithë ditën e punës. Hulumtimet mbështesin këtë duke treguar se konsumi i supës lidhet me marrjen e përgjithshme më të ulët të kalorive, pasi përmbajtja e lartë e ujit dhe fibrave në të krijojnë një ndjenjë të qëndrueshme të qenit të ngopur. Cilësia e gjumit gjithashtu përmirësua në mënyrë dramatike. Doktoresha flinte gjumë shpejt dhe zgjohej duke u ndjerë më e freskët, ndoshta nga triptofani në mish, i cili mbështet prodhimin e melatoninës. Kolegët e saj komentuan rritjen e vigjilencës gjatë takimeve të pasdites, kur ajo zakonisht shite një rënje energjie. Hidratimi i saj i vazhdueshëm nga konsumi i supës, duke i se eliminonte dehidratimin e lehtë, që shumë prej nesh e dinë shumë më mirë prej ditëve të ngarkuara të punës se si mund të ndihej pa një shishe ujë aty pranë. Çuditërisht kishte një preferencë të natyrshme ndaj zgjedhjeve të ushqimit të shëndetshëm edhe kur ajo nuk hante supë, duke bërë që zgjedhjet e saj ushqyese dhe zakonet e përgjithshme të ishin më të mira. Në lidhje me sistemin e saj imunitar, pavarësisht se ishte ekspozuar ndaj pacientëve të shumtë me infeksione të frymëmarrjes për gjatë gjithë javës, doktoresha Varacalo mbeti pa simptoma. Ndërsa kjo provë nuk vërteton shkakun, ajo përputhet me ulumtimet që thonë se supat të caktuara mund të rrisin funksionin imunitar, vitamina C nga perimet, zinku nga mishi i pulës dhe komponimet antiinflamatore nga barishtet e ndryshme mund të krijojnë një përzierje të mundshme për mbështetjen e sistemit ton imunitar. Pati gjithashtu një përmirësim në tretje, si dhe pati një rritje të lëngjeve nga lëngu i tepërt. Bazuar në përvojën e saj, doktoresha rekomandon që pacientët të përfshin supë të bërë në shtëpi 3 apo 4 herë në javë gjatë gjithë muajve të dimrit. Sugjerimi i saj, lëngu i kockave krijon një bazë të shkëlqyeshme kur bëhet fjalë për përmbajtjen e proteinave dhe mineraleve. Shtoni perime të ndryshme për t'u dhënë fitonutrientët e mjaftueshëm të nevojshëm edhe keni një sasi të kujdesshme të natriumit për të përfunduar gjithçka. Lehtësia e supës gjithashtu nuk duhet të neglizhohet, pasi përgatitja e një sasie supe në fundjavë i bën ushqimet më të lehta dhe ushqyese gjatë gjithë javës të punës dhe eliminoni kështu tundimin për të zgjedhur ushqimin më të papërshtatshëm dhe më pak të shëndetshëm. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.